Në botën tonë moderne, shpeshherë na duket sikur jemi në mes të një vorbulle, një kaos i vazhdueshëm. Pra, si mund të gjejmë pak qetësi dhe forcë të brendshme? Përgjigja mund të vijë nga një filozofi e lashtë e quajtur stoicizëm. Sot do të zbulojmë se si mjetet praktike të kësaj filozofie mund të na ndihmojnë të përballojmë sfidat e jetës së sotme. Le ta nisim me këtë fjali. Një fjali vërtet e çuditshme, apo jo? Vjen nga Zenoni i Kitionit, themeluesi i stoicizmit. Si mundet që një katastrofë, mbytje e një anije, të jetë një udhëtim i mbar? Kjo pyetje paradoksale na çon drejtë në zemrën e asaj që përfaqëson stoicizmin. Për të kuptuar vërtet stoicizmin, duhet të kthehemi pas në kohë, në origjinën e tij. Dhe kjo origjinë nuk gjendet në ndonjë sallë të qetë akademike, por u farkëtua në mes të një fatkeqësie të vërtetë, në det të hapur. Imagjinoni pak skenën, jemi rreth vitit 312 para Krishtit. Zenoni, një tregtar i suksesshëm, humbet gjithçka që kishte. Anija e tij, bashkë me të gjithë mallin, mbytet. Ai përfundon në Athinë pa asnjë lek në xhep. Por në vend që të dorëzojë para fatit, ai hyn në një librari dhe zbulon botën e filozofisë. Pra, ajo humbje totale u bë shkëndija për një mënyrë krejt të re të menduarit. Më pas, figura si Kleanti dhe Krispi e zhvilluan më tej këtë shkollë mendimi. Dhe kjo është pika kyçe, që në filesat e tij stoicizmi ishte praktik. Nuk ishte një teori e bukur për të diskutuar nga elitat, por një manual përdorimi për jetën reale. Për tregtarët, ushtarët, për njerëzit e zakonshëm që kërkonin një mënyrë për të jetuar mirë mes vështirësive. Mirë, tani le të kalojmë tek mjeti më i rëndësishëm dhe më i fuqishëm i stoicizmit. Nëse ka vetëm një gjë që duhet mbajtur mend nga gjithë kjo analizë, është pikërisht kjo: aftësia për të dalluar qartë se çfarë është dhe çfarë nuk është nën kontrollin ton. Kjo ndarje e thjeshtë është çelësi gjithçkaje. Pjesa më e madhe e ankthit dhe vuajtjes son vjen sepse përpiqemi të kontrollojmë gjëra që thjesht nuk janë në dorën tonë. Stoikët na thonë që paqja e vërtet vjen kur e zhvendosim gjithë energjinë tonë tek ato pak gjëra që kontrollojmë plotësisht: gjykimet tona, qëllimet dhe veprimet tona. Kjo është fusha jonë e lojës, vetëm kjo. Le ta bëjmë edhe më konkrete. Imagjinoni sikur po përgatiteni për një prezantim të rëndësishëm në punë. Çfarë mund të kontrolloni plotësisht? Përpjekjen tuaj. Sa mirë e bëni kërkimin, sa shumë praktikoni. Kjo është 100% në dorën tuaj. Por si do të reagojë audienca? A do të prishet projektori në mes të prezantimit? Këto janë jashtë kontrollit. Një stoik do të përqendrohej vetëm te cilësia e përgatitjes, jo tek rezultati, sepse vetëm përpjekja është me të vërtetë jona. Në rregull. Tani që kuptuam këtë mjet kryesor, le të gërmojmë pak më thellë. Le të prekim një ide që në fillim mund të tingëllojë paksa radikale. Çfarë do thotë vërtet të jetosh një jetë të mirë sipas stoikëve? Dhe ja ku vjen pyetja që me siguri po e mendoni. Si ka mundësi? Duket e paarsyeshme, apo jo? Nëse dikush është i virtytshëm, por i varfër dhe i smur, a mund të themi se po jeton një jetë të mirë? Stoikët kishin një përgjigje shumë të mençur për këtë. Dhe këtu qëndron zgjuarësia e përgjigjes së tyre. Zenoni nuk tha që duhet të jemi të varfër apo të smur. Ai i quajti këto gjëra indiferent të preferuar. Sigurisht që është më mirë të jesh i shëndetshëm se i smur, i pasur se i varfër. Por këto gjëra janë indiferente ndaj karakterit ton. Ato nuk na bëjnë njerëz më të mirë apo më të këqij. Pra, ideja është kjo: ndiqini ato, por mos e lidhni lumturinë tuaj me to, sepse fati mund t'ju marrë në çdo moment. Dhe mos mendoni se ky virtyt është diçka egoiste që e mbajmë për vete. Përkundrazi, stoikët besonin se jemi qenie thellësisht shoqërore. Një karakter i mirë shprehet natyrshëm duke i shërbyer komunitetit. Siç thot Seneca, virtyti ynë gjen kuptim kur bëhet i dobishëm për të tjerët. Mirë, mjaft me teori. Stoicizmi është mbi gjitha një filozofi praktike. Prandaj, le të hapim kutinë e veglave dhe të shohim 2 ushtrime mendore shumë konkrete që mund të na ndihmojnë çdo ditë. I pari quhet paramendimi i vështirësive. Emri mund të tingëllojë pak pesimist, por në fakt është jashtëzakonisht çlirues. Ideja është që në mëngjes të mendosh për gjërat që mund të shkojnë keq gjatë ditës: një bllokim trafiku, një shef nervoz, një debat i panevojshëm. Duke i parashikuar, ne u heqim fuqinë për të na befasuar dhe mërzitur. Nuk bëhet fjalë për të pritur më të keqen, por për të përgatitur mendorisht për realitetin. Dhe pastaj në fund ditës vjen një ushtrim tjetër i thjesht për i thellë, rishikimi i mbrëmjes. Para se të flini, Seneca sugjeronte t'i bënit vetes 3 pyetje të thjeshta. Ky nuk është një gjyq, por një moment reflektimi për t'u përmirësuar pak nga pak çdo ditë.
është një mënyrë për t'u siguruar që çdo ditë të jetë një hap i vogël përpara. Për ta përmbyllur, le të shohim fuqinë universale të kësaj filozofi përmes dy prej praktikuesve të saj më të famshëm, dy njerëz që në dukje s'mund të ishin më të ndryshëm nga njëri tjetri. Në njërin anë kemi Mark Aurelin, perandori i Romës, njeriu më i pushtetshëm në botë, por që përballej me presione të paimagjinueshme, luftra, murtaj, tradhti. Dhe në anën tjetër kemi Epiktetin. Ai lindi sklav, nuk zotronte as trupin e tij dhe duroi mizorit të tmerrshme. Rrethanat e tyre të jashtme ishin poli i veriut dhe poli i jupët. E megjithatë, të dy arritën në të njëjtin përfundim. Ajo që ka rëndësi nuk është se çfarë të ndodh, por si përgjigjesh asaj që të ndodh. Të dy gjetën lirinë dhe qetësinë duke u fokusuar tek e vetmja gjë që mund të kontrollonin, karakterin e tyre. Kjo na tregon diçka thelbësore. Stoicizmi është një filozofi për çdo qenie njerëzore, pavarësisht statusit, pasurisë apo fatit. Dhe kështu rreth i mbyllet. Kthehemi te Zenonin dhe anija e tij e mbytur. Pra, pyetja me të cilën dua të mbyllim këtë analizë është kjo. Çfarë në jetën tonë e shohim si një fatkeqësi, si një mbytje anijeje, por që në fakt mund të jetë fillimi i një udhtimi të mbar?